komisioni është mbledhur prapë pas konfirmimit nga ana e Kuvendit së Antës. Dhe ajo që mund të më është kërkesa dhe rekomandimi i përfaqësuesit të Partisë Demokratike të Kosovës, deputetit Përparim Gruda, është pranuar, është që të evidentohet saktësisht në proces verbal raportit që të gjithë ministrat e bashkëmetal dhe kryeministrit kanë bërë ndërheqje individualisht, duke marrë shembull edhe prej praktikës të mëhershme gjyqësore, po përkujtoj rastin e ish-kryetarit Ravetit Çazin Qeska, dhe tani ka një ndryshim të gjendjes legale, po një ndryshim të rrethanave të situatës, e cila unë besoj që na ka krijuar mundësinë që të procedojmë tutje për ta votuar raportin e komisionit të mandateve dhe për të mundësuar pastaj dërimin e deputetëve. Besoj që ne do të zhvillojmë. Ne sot kemi ardhur me zhvillu, kemi ardhur me dhënë mundësi betimin e deputetëve, zgjedhjes së sekretarit dhe sekretarëve, për këtë arsye me këtu dhe siç po shihni ne ja u dham mundësi, sepse është propozimi i Partisë Demokratike të Kosovës ai që u miratua nga gjithë anëtarët e komisionit dhe tash po shkojmë për me votu, po është edhe zilja, do të jemi këtu prapë